Në organizim të rinisë së fshatit Miletin, nga data 20 deri më 25 korrik, u mbaj turneu tradicional i futbollit të vogël Mërgjimtarët 2026. Gjatë 5 netëve sa zgjati turneu, ky event ishte një festë e vërtet për banorët e këtij vendbanimi, përfshirë krye dhe mërgjimtarët. 8 ekipe pjesëmarrëse, kryesisht nga Miletina, për 5 net me radhë dhuruan spektakël dhe emocionet e papërshkruara, dhe kjo u vërit edhe me praninë e madhe në natën finale, kur edhe u shpallën më të mirët. Fituesi i këtij edicioni doli ekipi Knauf Bajro, të cilën në finale mundën ekipin Autollak Ermeti pas ekzekutimit të penaltive. Nasir Ajrullaj, në cilësinë e organizatorit, u shpreh tepër i kënaqur me rrjedhën e turneut, duke falendëruar të gjithë ata që e përkrahën. Kështu që do vazhdojmë me radhë çdo vit që t'i ofrojmë fshatit një atmosferë që rinia e fshatit, po ashtu edhe mërgjimtarët tonë, të jenë sa më afër me rinin, me ne. Një falënderim të veçantë edhe një herë posaçërisht për mërgjimtarët. Mërgjimtarët janë ato që na mbështesën, edhe normal rinia e fshatit, po ashtu edhe sponsorët tanë. Kapiteni i ekipit fitues Knauf Bajro, Qemal Rasimi, emocionuar me atmosferën e krijuar gjatë 5 ditëve, fitoren u dedikoi mërgjimtarëve dhe gjithë fshatit. Dedikojmë mërgjimtarëve, fshatit, si organizim që mblidhemi që kjo ka një ndër organizimet më të që shefesh me mërgjimtarët me këtë. Ndër çfarë na mblidhen neve, se mos kanë tonë u shefën. I kënaqur me atmosferën e krijuar në natën finale, u shpreh edhe lojtari i Swiss Garden Nasser Zenuni. Arritëm që në turneun i cili është përnder të mërgjimtarëve që të marrën vendin e tretë, dhe jam shumë kënaqur për gjithë shokët dhe miqt. Njëkohësisht i falenderojmë edhe të gjithë mërgjimtarët që ishin një numër shumë të madh sonte. Organizatori për fituesin Knauf Bajrami ndau kupë mirënjohje dhe 400 euro, për ekipin e dytë Autollak Ermeti kupë mirënjohje dhe 200 euro, dhe për vendin e tretë ekipit Swiss Garden ndau kupë mirënjohje dhe 100 euro. Lojtari më i mirë i turneut u shpall Valmir Abdurrahmani, golashënuesi më i mirë Zemri Ashari dhe portieri më i mirë Lirim Ajrullahi. Mirënjohje u ndan edhe për arbitrat.